Në një pazar, në një treg, kishin qenë dy shitës, shumë pranë njëri tjetrit. Njëri kishte shitur mjalt, tjetri kishte shitur uthull. Po ai shitësi i mjaltit nuk kishte pasur shumë punë, ndërsa te shitësi i uthullës, njerëzit në radhë të gjata kishin pritur për të blerë uthullën. Çdo ditë e njëjta histori. Dhe ky shitësi i mjaltës një ditë e kishte ndaluar atë shitësin e uthullës. I kishte thënë: "O vëlla, pa më thuaj, çka është puna jote? Ti shet uthull, unë shes mjalt. Njerëzit vrapojnë ta blejnë uthullën tënde, nuk e blen kush mjaltën time." Ai ishte përgjigjur kështu. Ishte thënë: "O vëlla, unë me të vërtetë uthull shes, po ama këtë uthullën e shes me gjuhë të mjaltit, ndërsa ti shet mjalt, por e shet me gjuhë të uthullën." Ka shumë rëndësi se si e shesin, nganjëherë edhe më shumë se sa çfarë shesin. Prandaj, le të fokusohemi që të jemi gojë ëmbël para se të shesim ëmbëlsira, të jemi gjuhë mjalt para se të shesim mjalt. Muhamedi alayhis salam si na ka mësuar, thot fjala e mirë është sadaka. Allahu fuqiplot në Kur'an, në surën Ibrahim që lexojmë sonte, në ata e 13, në xhuzin e 13 e thot këtë ajet. Po ta nuk e sheh se si Allahu e ka sjell shembull fjalën e mirë si një dru i fuqishëm që i ka rënjë të thellë në tokë, tegët lart në qiell dhe jep frute shpesh, të her pas hershme, me lejen e Allahut. Fjala e mirë si druri i mirë jep fruta. Do ta përfundoj me një thënie që më la shumë rrezë. I kishte përmendur gjërat që e prishin dhe nuk e prishin agjerimin. Dhe në fund si kishte thënë, është një gjë që nuk e prish agjerimin dhe ne duhet ta veprojmë sa më shumë, ndërsa ne e neglizhojmë. Ajo është fjala e mirë. Fjala e mirë nuk e prish agjerimin. Le ta përdorim sa më shpesh në këtë Ramazan. Allahu ju ruaj, Allahu ju bekon.